Jemi paraprakisht në simpoziumin që bëhet për Kol Hidromenon, të figurë kaq të rëndësishme, apo jo? Patjetër. Bashkë isha dokumentu këto ditë, pasi që të vi sot këtu në Shkodër, çfarë rëndësie ka pas kinematografia në përgjithësi në një shtetë. Na historikisht, në kinematografinë shqiptare nuk kena asgjë. Do më thonë, Hidromeni ka qenë personazh jashtëzakonisht i fortë, pse mendimi i tij i parë ka qenë ta përcjellë një teknikë dhe një gjuhë të re që është kinematografia në Shqipëri. E ka qenë i pari që ka projektu filmat të huj. Edhe ka pas kontakte me këta vllazërit të Lumière, Edisonin, se kishte guximin dhe kënaqësinë që t'i paraqet gjurnat e reja dhe mjetet e reja të kinematografisë. Do më thonë, një shtet që nuk e ka shprehen dhe nuk e financion zhurmat dhe realitetin kinematografik në një zhvillim, atë nuk është, po mendoj, për shembull, në çdo gjë që i përket përshëndrimit historik, na nuk mundet mi analizu me anë të social medias. Na mundet mi analizu me anë të dokumenteve që e parë me anë të dokumentarëve të filmeve, o me filma artistike. Do më thonë, gjithë procesi kinematografik në botë që është bë me koncentrimet e forta kinematografike. Për atë arsye, këtë simpozium sot do të folet për çdo gjë që është në pikpamje audiovizive. E Kol Hidromeno ka qenë një personazh ideal që ka dhënë fuqina të mëdha në shprehjet e arteve. A ka ende për të zbuluar nga figura e Kol Hidromenos, apo thuaj se i kemi zbuluar të gjitha? Jo, kjo është vetëm një detaj. Po mendoj pse kur hyn në jetën e një artisti, atë ky detaj mund të zhvillohet në shumë detaje. Na për shembull me marrë shprehjen e tij pikpamje të pikturës, o pikpamje të arkitekturës, o mund të marrim në shprehje të filmit. Do më thonë literaturës e gjëra të tjera. Do më thonë arti kinematografik i përmbledh gjithë këto shprehje për të treguar me fuqi të madhe, pse ajo do të jetë si dokument që nesër në ujitet gjeneratat e reja. Çfarë i sillni publikut në dokumentarin tuaj për Kol Hidromenon, që do të shfaqet sonte? Nuk është imi, është i Vranini. Vranini ka bën kontribut edhe ju patjetër. Jo, si këshillime sen, por se Vranini ka bën një vepër jashtëzakonisht masore, pse e ka financuar vetë këtë vepër, dhe me këtë vepër ai mundohet që gjeneratat të reja të dinë kush është Kol Hidromeno. Se shumë herë këto gjëra harrohen. Edhe kur harrohen atëherë nuk kujtohen. Kur bëhet procesi historik i një elementit, do më thonë, pikat e para që duhet të analizohen janë dokumentet, pikpamje shkencore, pikpamje fotografike, pikpamje filmike. Qose nuk i ki këto elementet, nuk ki kogja, edhe ki zor që ti përcjell të gjitha elementet. Edhe atëherë nuk mund të më parë shkencore, qose nuk e ki arkeologjin, shkencën, artin, do më thonë i gjysëm. Nuk je shpesë se plota. Për këtë arsye, Kol Hidromeno ka qenë një njeri polidrik. Do më thonë, në çdo anë ka këshyr për të zhvillu edhe ndjenjën artistike të plota. Çfarë gjurmësh të Kol Hidromenos keni gjetur në Shkodër kur keni ardhur? Ma ka elemente, por se duhet të ketë edhe elemente më të forta. Do më thonë, duhet ta ketë muzein e vet personal. Do më thonë, duhet të zhvillojnë salet kinematografike që ai ka zhvillu, duhet të gjejmë elementet fotografike që ai ka bë. Do më thonë, çdo pikë që ai ka zhvillu në Shkodër, duhet t'ja përcaktojnë. Përndryshe ai harrohet. Nuk mjafton vetëm një rrugë. Po duhet të bëhen gjithë ato elemente që ai ka zhvilluar. Përndryshe e lojnë të caftuar këtë njëra. Nuk është i realizuar drejt për drejt. Na do më thonë, e harrojmë të kalume. E pa të kalume, na nuk kena tashme. Na mundem sot për sot të jetojmë, por se të jetojmë në pikpamje superficiale. Nuk ka gjë që mundet të jetë një gjë shumë e fuqishme momentale. Këto elemente na duhet t'i tregojnë edhe t'i shfaqem sidomos. Se shiko, sot për sot, gjithë analizat historike që do të bëhen për nesër, nuk mundet të bëhen me anë të çfarë po thot Instagrami, çfarë po thot Facebooki, jo. Çfarë po thon gazetat, o çfarë po thot lajmet televizive. Do të bëhen me anë të dokumenteve që i gjej. Do më thonë, piktura, arkitektura, arti, arkeologjia, filmi.
Këto janë elemente që duhet një shtet që t'i zhvillon. Përndryshe, është një gjithë shtetja, kupton. Qose ti ki vetëm intereset, sa i përket ndërtimit, ekonomisë, e haron kulturën, ai domethënë është shtet i gjithësor. Nuk ka fuqi. Apo e rrezikojmë ne ta humbasim koridorën? Po ka rrezik të madh, kupton, se sot për sot, nëse na nuk i paraçesim këto elemente të forta të një personaliteti, këta personalitete ka mundësi që të haron. Atëherë na duhet bëjmë shmos për t'i përkujtu. Kjo vepër e Vraningecet është një vepër që e përkujton një personazh. Ky ka bën një vepër ndërkombëtare. Edhe është e parë janë pikpamje ndërkombëtare, pse ka shku për shembull në çdo vend në Greqi, në Kosovë, në Ceki, ku ka qenë Hidromeni, ka shku në Itali e se në gjë. Do më thonë, me bën një dokumentar, është gjë edhe e vështirë, si duhet të përpikesh çdo elementi që është pikpamje historike, po thon. Nëse nuk i këto elemente, do më thonë e bën vetëm një përshkrim edhe çfarë tjetër, po thon. Për atë arsye, bën mirë kur ti e punon një gjë me atë punë, ti më e tregu kush është ky personazh. E ky personazh mund të tregohet në shumë ftyra. Ky detaj që është një detaj i përgjithshëm. Kurse thash mund të marrë 10 regjisorë tjerë për mi bërë 10 filma tjerë për Koli Hidromeni.